Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Stacioni ynë i radhës në këtë karavan të bekuar të Ramazanit është në dy ajete shumë interesante të cilat do t'i trajtojmë së bashku. Thot Allahu i Madhreshëm Kur'an: "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." E mos e ngatroni të vërtetën me të pavërtetën dhe me vetdije të fshihni realitetin. Pastaj vazhdon ajeti tjetër në surën Bekare, ajeti 43 me radhë: "Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin." Falni namazin dhe jepni zakatin dhe faluni me ata që falen, bini në ruku me ata që bien në ruku. Pra, kur thot wala talbisul haq, mos e ngatroni të vërtetën me të pavërtetën. Kjo është shumë e rëndësishme për t'u pasqyruar dëgjues dhe televizikues të nderuar, për shkak se sot më shumë vlerësohen njerëzit e pavërtet, fake njerëz, pra njerëz që janë falso, pra njerëz që promovojnë kulturë që nuk është kulturë, promovojnë vlera kinse vlera, por ato nuk janë vlera, po janë antivlera. Prandaj, ne sot do të mundohemi të trajtojmë pra atë që ka na mësoi dashtuni ynë Muhammed a.s. që ne duhet të promovojmë dashurinë ndaj bunjakut, të varfrit, nevojtarit, të ndihmojmë atyre, që të qëndrojmë pranë atyre dhe të jemi sa më afër hallave dhe derteve të tyre. Dhe të ndihmojmë në punë të mira dhe të dalojmë nga të këqijat. Si rasti i Ebu Bekrit me Omerin që garonin së bashku se cili po bën të vërteta, të punë të vërteta dhe punë të mira dhe ndalonin nga e pavërteta. Në një farë kohë ishte shfaqur një Musejlemetul Kedhab, i cili pretendonte se ishte i dërguar, profet. Edhe pse vetë fjala profet do të thot parashikues, që vjen nga greqishtja lashtë. Prandaj duhet ta zëvendësojmë gjuhën tonë, fjalën më mirë të i dërguar ose Resulullah, ose i dërguar i Zotit, kur themi për Muhammedin a.s. ose për të dërguarit e Zotit. Dhe Musejlemetul Kedhab mendonte se i ka ardhur shpallja mirë, pa ishte një gënjeshtar, ishte e pavërtet. Dhe pavërteta e tij mori jehon derisa shokët e Muhamedit a.s. i ranë në fije dhe e goditën. Pra, dhe nuk e lanë të përhape kjo e pavërtet. Prandaj, ku t'ju vije një lajm, vërtetoni atë lajm, para se ta merrni atë lajm. Sepse e vërteta është hak, është sirat al-mustaqim, është rruga e drejtë, kurse e pavërteta asnjëherë nuk do të gjej vend. Gjithmonë e pavërteta do të humbas, kurse e vërteta do të triumfoj. Qoftë ajo në fund të botës, qoftë ajo në polin e veriut, qoftë ajo në Evropa, Ballkana, kudo që është, e vërteta herdokur do të triumfoj. Pra mos e ngatroni të vërtetën me të pavërtetën. Një pavërtet që justis ishte edhe ndaj Musait a.s. kur Karuni pagohu një femër të përdal, e cila vendosi jasakun në teshat e saj, sikur ajo ishte e shtatzën, dhe shkoi në hijen e një pemë ku ishte Musai duke mbajtur një ligjërat për popullin dhe hyri mes turmës dhe bëri me gisht në drejtim të Musait a.s. dhe tha: "Ky fëmia që është në barkë është fëmijë jashtëligjshëm dhe kam me Musain." Pra gënjeu, sepse ishte paguar nga Karuni që të poshtroj imazhin ose reputacionin e Musait a.s. Dhe Musai a.s. vazhdoi pra ligjëratën, por pas ligjëratës ai ngriti duart lart dhe tha: "O Allah, çështjen pra ta lë ti din se çfarë do të bësh, sepse pra ajo dhe komploti i Karunit donte që ta ulte dinjitetin e pejgamberit Musa a.s. Edhe pse Karuni në fillimet e tij ishte pasues i Musait dhe nga vërteta hyri në të pavërtetën si shkak
sepse u bëj pasur dhe pasuritë e tija me zi qonin 10 burra për çelur depot e pasurisë që kishte Karuni. Mirë po, e vërteta triumfon, kurse pa vërteta gjithë pasuria e Karunit humbi, u tret, u shua, dhe të bashkë me të humbi dhe Karuni. Mos mendoni se keni arritur pasuritë e madhe materiale dhe jeni të pathyeshëm, dhe jeni të pamposhtur, sepse një ditë do të humbisni gjithë ato dhe nuk do të mbetet asgjë vetëm puna e mirë, fjala e mirë, vepra e mirë që keni bërë me drejtësi. Prandaj e vërtet është besimi në një Zot, e vërtet është respektimi i prindërve, kurse e pavërteta është adhurimi i idhujve të rrejshëm, adhurimi i statujave dhe përmendoreve duke i bërë ato zota. Larg qoftë. Khasha wa kella. Prandaj e vërteta gjithmonë do të triumfon, kurse e pavërteta do të mbetet në historinë dhe memorien e trillimeve dhe keqardashësive të këqija. Prandaj, ai që mundohet të përhap fjalën e mirë, ai që mundohet të bëjë vepra të mira, do të jeton përgjithmonë. Ashtu siç shahidët që dhanë gjakun e tyre për atë dheun që ne ta gëzojmë lirinë, ta kemë gjuhën tonë shqipe, që thot Zoti për ta në Kur'an: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Mos thoni për ata, pra dëshmorët që ata janë të vdekur, ata janë të gjallë mesin tuaj, po ju nuk e kuptoni gjallërinë e tyre. Ata e lanë vendin e lirë dhe vazhduan në xhenet. Pra e vërteta tyre triumfojnë në këtë botë, por triumfon fuqimisht dhe në botën tjetër, në xhenetet e bukura që janë përgatitur për besimtarët, për ata që besuan dhe vepruan për atë dheun e tyre. Pastaj Zoti i Madhreshëm thot në ajetin 43 me radhë: "Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u marraqiyin." Falni namazin, jepni zakatin dhe faluni me ata që falin bin ruku, me ata që bien pra në sejdë Zotit hakikat. Pra ata që e bojnë sejdën vetëm për Allahun, që falen vetëm për Zotin, jo për sy e faqe, jo për t'i parë dikush, jo për të tregue se janë pra njerëz burrat të bukur dhe të mirë, por që e bojnë çdo vepër e bojnë për Allahun. Kul inna salati wan nusuqi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbanim, jeta ime, vdekja ime, pra të gjitha këto i takojnë Zotit Madhreshëm. Nëse e bën një vepër me e kënaq Allahun, Zotin fuqiplot, padyshim se Allahu ka me të kënaq ty, e Zoti do të jap ty e ti do të kënaqesh. Ai të ka gjetë pa udhëzuar me të ka udhëzu, edhe ta shton udhëzimin dhe ti lutesh vazhdimisht që Allahu me të lanë udhëzim dhe me ta shtu udhëzimin rrugën e drejtë, siratal mustaqim. Wa aqimus salat, falë namazin. Namazi është prej shtyllave të Islamit. Ashtu siç është wa atuz zakat, dhe dhënia e 2.5% të pasurisë që ju posedoni për të ngritur institucionet, për të ngritur shkollat, për të ndihmuar të varfrit, për të ndihmuar njerëzit nevojë, për të ndihmuar të smurit, për të ngritur, për të hapur vende të reja pune e kështu me radhë. Zekati është pastrimi i pasurisë. Ai që jep zekatin, Allahu ja ruan pasurinë, ja ruan fytyrën, ja ruan derën, ja ruan dinjitetin. Kurse ata që nuk japin asgjë më të vogël, do të ketë belaja të mëdha për ta dhe nuk do t'ja shohin kur hajrin kooperacisë. Kooperacia do të jetë errësirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i don bamirësit. Namazi, inna salata tanha anil fahshai wal munkar wa la dhikrullahi al-akbar. Me të vërtetë namazi largon nga gjërat e irrituara dhe të shëmtuara dhe përmendja e Zotit është gjëja më kulmore dhe gjëja më madhore. Prandaj ti qëndrojmë pra këtyre ajeteve, që qëndrojmë besnik, edhe padyshim që këto dy ajete janë shumë të fuqishme që ndikojnë pozitivisht që jeta jonë të duket më mirë në këtë botë dhe padyshim të fitojmë shpërblimin tek Allahu në botën tjetër. Selam aleikum.